se erdhët në episodën e radhës të podcastit E Laftoj. Sot kemi me diskutu, si zakonisht, një temë interesante. Po, para se me prezentu temën, kisha dash me prezentu mësafirin. Kur flasim për digitalizimin e bizneseve në Kosovë në aspektin financiar, mendja automatikisht na shkon tek Melita Partners. Ose nëse flasim për Melita dhe Melita and Partners, mendja na shkon tek digitalizimi. Pra, Melita dhe digitalizimi janë dy sinonime. Melita, mirë se erdhe në podcastin tonë. Elvir, faleminderit, kënaqësi me qenë këto dhe përgëzime për podcastin. Faleminderit shumë. Melita i ka ndihmuar rreth një biznese në rrugtimin e tyre për digitalizim. Përveç pra kësaj fushe, Melita ka dhe një platformë ku i mëson, le të themi, ose i trajnon ose i aftëson kontabilistët për du bërë digital dhe apo freelancer, apo të dyat. Gjithashtu, Melita Partners edhe organizon konferencën Kudo Accounting, që është e vetmja dhe e para, pra e përmasave të tilla jo vetëm në Kosovë, po edhe në rajon. Këtë vit ka pru shumë emra eminent të fushës së kontabilitetit në Kosovë, ku ne si kontabilistë dhe profesionistë kemi pasur mundësi të marrim mësime shumë të rëndësishme për profesionin tonë. Andaj përshfrytëzoj rastin me ju përgëzu për këtë impakt që po e krijoni në fushën e kontabilitetit në Kosovë. Elvir, faleminderit, veç po du me theksu që jo veç se ju keni mësu me ekipin e juj, po edhe na kemi mësu për juve. Edhe të falenderoj për kontributin, se platforma është bërë në fakt për me bashkunu në atë gjithë së bashku. Padyshim. Me qëllimin e vetëm që me ndru mënyrën që shpërcaktohet profesioni tek ne. Padyshim. Në fakt, fillimisht e komendu që me Melitën me diskutu pra pikrisht për digitalizimin dhe avancimin më tutje të digitalizimit të financave të bizneseve të Kosovës. Po, kur u takum paraprakisht, e kuptum që ka nevojë për një temë hala më bazike, pra për një ABC. Me fol që hala sot biznesi angazhoj një kontabilist veç për qëllime tatimore, ose kur jëm mbështet për muri, pra kur ka ndodhur një gabim i madh, gjithashtu hala ka biznese të cilat shënimet e veta financiare i majnë në fletore. Edhe nuk po foli veç për biznese të vogla, po foli për biznese që nështë operojnë 10 vjet, 20 vjet, edhe më nuk mund është mi thonë biznes i vogël, po ka nështë atë konsum edhe 50 vjet, edhe hala shënimet, borxhet, llogaritë arktueshme, llogaritë pagueshme, shitjet i majnë fletore. Seriozisht, për rast studimi që është arrim e pas disa edhe sukses, po disa edhe pësojnë prej këtyne gabimeve. Elvir, sigurisht me secilin klient që ti punon edhe unë edhe gjithë kontabilist e vrejnë një faktor që ka të bëj me atë se ku kanë mri dhe sa sukses shëmjon. Ajo është mendësia se si i qasën për biznes. Edhe besoj që pajtohëm që një biznes nuk mundet me u zhvillu, mundet mja dasht që shtojmë na, po nuk mundet afat gjatë mu zhvillu me një vizion edhe strategji të qartë pa e pas partnerin kryesor që është kontabilisti. Tash, në sens, digitalizimi është vegël. Mirë po është vetura, të themi. Mirë po shoferi është ai kontabilisti. Po tash, pronari veturës është biznesi vetë. Sepse aje din drejtimin ka dënë me shku. Edhe për me mri aty ku është nis biznesi, komplet duhet një mendësi tjetër qysh perceptohet profesioni kontabilistit. Edhe unë e di që ti e të bu punë fantastike në këtë drejtim, sepse biznesi unë ka shumë nevoj për edukim. Shumë e bone një analogjit mirë dhe këtë çështjen e veturës, e po dhe në Aksel po mundohemi me bo që të vetëdijsimin e bizneseve, kur them bizneseve, bizneset jo subjekte, por në fakt që njerëzit ata që e drejtojnë një biznes, pra njerëz që udhëheqin biznese, që me e ditë rëndësinë e kontabilistit. Po, kur jena te kjo puna e rëndësisë së kontabilistit, a mendon ti që edhe na si kontabilist duhet me bo ma shumë
që me vlerësu puna jonë ma shumë, me thonë akoma ma shumë, me tregu vetën ma shumë. Po, Elvir, pajtona plotësisht, po unë menoj që këto dyja shkojnë bashkë. Pikë qysh në 2010 kur jemi themelu, në atë kohë kam qenë kontabiliste e certifikume, po e kom kombinu profesionin jo me mbajtje të librave, po me digitalizim. Për të vetmen arsye, për me ndru perceptimin që shihem na kontabilist. Edhe në këtë drejtim, unë mëj me thonë që po, unë kom bo ma shumë se sa veç kontabiliteti, sepse kom investu në ekspertizë për softvere, për teknologji të ndryshme, me vetmin qëllim, me ndihmu biznesit, si kontabiliste, por jo për tatime, deklarime tatimore dhe përputhshmëri, pajtueshmëri me legjislacionin, mirë po që biznesi pikëspari të merr vendime të informume. E tash, kur biznesi e din që shiko punë, atëherë normalisht që edhe tatimet, edhe pagesa tatimeve në kohë dhe obligimeve tatimore është njëna prej çështjeve. Por në thel, nëse po flasim për digitalizim, kontabilist duhet të investojnë në vete, po aq sa investojnë në profesion, në standarde, në edukim të vazhdueshëm që edhe e kemi obligim ligjor edhe profesional. Për flasim për kontabilist të certifikuar, sepse sot fatkeqësisht kontabilist i thot vetit gjithkush, domethënë. E tash kjo temë tjetër. Kjo temë për një podcast tjetër. Jo, aty kemi shumë për të thonë, mirë po qenit kontabilist është një profesion, unë e menoj shumë i rëndësishëm, jo aq tradicional, jo aq i bajatshëm qysh perceptohet, po përkundrazi, me një vlerë shumë të shtune për biznesin, biles kurs ka qenë kohë ma e mirë për profesionin ton se sa tash, sepse tregjet janë hap, mundësit janë hap, edhe bizneset, sidomos ndërmarrësit e ri, modern, po kanë vizion tjetër prej... E shohin tamam që për fillimi duhet me u bo pjesë. Është e vërtet kjo se mu vazhdimisht kom kërkesa prej bizneseve që më kontaktojnë, veç kur e kanë vizionin edhe hala pa i ndërmarr hapat e parë të biznesit, dëshirojnë me ditë qysh është çështja me ligjin. Në këtë rast edhe me tatimet. Po një gjatë më kujtu derisa fola kur në fillimet e mia, edhe pse kom qenë kontabiliste certifikuar me përvojë krejt, po kur fillova me punu vet, unë me shumë ndrojtje u prezantoisha si kontabiliste, sepse mu do ke shumë përgjegjësi për me thonë një gjatë të tillë. E sot isha njerëz që ndoshta dini deklarat tatimore të një biznesit vogël me plotsu edhe i thojnë vetit kontabilist. Kontabilist është një titull ma i madh. Edhe ma i keqja, me ndërlidhë me qëta, që neve që investojmë në profesion, që investojmë në sisteme, na barazvlerësojnë me një kontabilist të një biznesi mikro që e bën një deklarat tatimore një herë në 3 muaj, me të vetmin qëllim me e qitë pagesën minimale. Kur në fakt biznesi me atë deklarat tatimore përmbush veç një kërkesë që e kërkon legjislacionit tatimor. Por biznesi në thelb duhet të di në çdo moment informatat bazike për me mujt me marrë vendime që janë me interes edhe që e bojnë një afarizëm më të mirë për biznesin. Këtu është dallimi thelbësor. Për shembull, edhe po shpresoj që nuk jemi të e deviju bisedën, diskutimin e digitalizimit qysh edhe e nesëm, po këto krejt ndërlidhen. Po, tash, për shembull, përmendën ndërmarrës të ri, është krejt dhe me thonë të mendësia qysh është. Përkushtimi më i madh, kur një bebe lind, kur dikush e regjistron një biznes, është pikrisht në vitet të para. Fiks. Aty duhet ta dim, dhe me thonë, me parametra, a imi të hetë si pas planit, ku imi të shku, me analiza financiare, me... Sepse bjeba është e bresht? Sigurisht. Edhe kur të mësoj me ecë, kur të mësoj me ecë, pas ta edhe na i rëdzim, nuk është që... E përballojmë. Fiks. Edhe... Fiks.
krejt bizneset, përfshirë edhe ne dyja këtu se ne jemi kontabiliste po edhe menaxhojmë bizneset tona. Da me thonë, nëse dalim në rolin e themelusit biznesit, nuk është aq e lehtë me mbet konkurrent në treg, me zhvillu shërbime produkte kualitative, me mbajt emrin e mirë, me pas rrotullim të vogël të ekipit, me mësu teknologji, me najt me krejt këto kërkesa që janë hajagit në dha dhe për profesionin tonë. Po dallimin çka e bën që kontabilistit dush me i besu. E vërtet. Nëse nuk i beson kontabilistit, pra nëse e sheh kontabilistin veç për një deklaratë tatimore, nuk e marrën ofër për një plan investiv, nuk e marrën ofër, nuk je i sinqert me kontabilistin, se tutesh që po ti çet dhonat, edhe e shef kontabilistin atë synin që kur të vjen kontrollat tatimore, unë mirna me kontrollën tatimore, nuk e sheh si një person që ta jep informatën mbi cilën ti ki me vendos çfarë malli me blej, çfarë përparësie me i jap cilit furnitor me shli borxhin, edhe sa ditë ki afat për të pagushme, kusht ka borxh për të arktushme etj, që do të flasim sigurisht më vonë, atëherë normalisht që këto janë tema shumë të avancume, neve kontabilistit. Janë bazat Elvir, borxhet, malli, fix. Pasqyra rrjedhës paras, se njerëz dalin marrin kredi e nuk i mbledhin borxhet e veta. E vërtet. Do me thonë, secila prej këtyre ose marrin kredi afatgjat për investime afat shkurta, ose kundërta. Ose bojnë dasëm që ka ndodhur, ose bojnë shtëpi me kredi biznesore, tu mos e ditë që e damton shumë biznesin. E vërtet. Apo për shembull, po kjo shqiptarët na kena çfarë. Një par pasqyra për bankën, një par pasqyra për veti, një par pasqyra për autoritetet, po edhe kjo krejt tregon shumë, i kthehet bumerang biznesit. Për pos asaj, tregon shumë qysh biznesi është i organizum. Edhe është i organizum në pa organizim. Në pa organizim. Nëse paret janë gjep, edhe na kemi marrë avans prej klientave, ajo është bërç e pafituar, ajo është obligim fix. Ton ma bujnë qysh. Jo, kur e flasim trajnim. Shumë e blini kerr, po. Qysh se i ke marrë mjetet, po kemi ofru mallin, kemi ofru trajnimin, kemi ofru shërbimin edhe te i detyrohesh. Edhe janë bazat. Po tash, nëse biznesi neve na jep mundësinë që na me i bë këto diskutime, e vërtet. Atëherë vjen diskutimi me ata që ajme të investu mjaft në veti si kontabilist. Tash, a është obligim i biznesit me zgjedh kontabilistin, me vlerësu? Sikur na që kemi obligim me zgjedh një mjek kur kemi një problem të saktum, na e lypim mjekën më të mirë, apo? Shkojmë Turqi, shkojmë dika në rajon, se lypim mjekën më të mirë për problemin tonë. E vërtet. Pse mos me lyp edhe kontabilistin më të mirë për biznesin tënd, e jo me marrë ato që ka ishia djatha, ose që i pari që të vjen. Sepse si adim vlerën, sepse paralele ka edhe një tjetër, edhe një kontabilist tjetër mrena, e ka edhe një akator mrena. Para disa dite e takova dikon në hiking, se kështu t'ju të regoj që kontabiliste më tha, ndëgjë tha, na tha kontabilisti ja kemi pa sherrin. Thash më falë, thash është i pyetje shkurt, sa e pagun kontabilistin? Tha 50 euro. Thash po s'është ai kontabilist. Sepse ai nuk mundet me ta dhon vlerën e minimale, bare minimum. Do me thonë vlerën minimale të një biznesi me çat pagesë. Nuk mundet me pas për kushtimin tënd për. Do me thonë përderisa sot me 50 euro e bleni majs të thjesht, po pret me marrë një shërbim profesional që është investim bazik për biznesin tënd, atëre ti e të bugabim. Domthon, s'është ajo e kot thënia çorba lirë ti djeg buz. E vërtet, po tash kjo është e dyanshme. Se edhe kontabilisti, nëse e din që i shton vlerë një biznesi, duhet me marrë hakun e vet. Për shembull, na kur kalkulojmë çmime për një klient, e kemi parasysh çfarë teknologjie kemi me implementu, çfarë resurse njerëzore kemi me angazhu, çfarë kërkesa ka ai biznes, a don në baza ditore me i raportu, në baza javore, a don
raportim menaxherial, dhe me thonë jo veç jo veç për financiar, jashtë, po edhe të brendshëm, a ka takime online apo dën me shku në zyre. fizike. Pastaj janë ISO standardet që i kemi implementu, që me pas një shërbim standardizuar mos më varë prej një antarit ekipit që është ma profesional kundrejt një tjetri që nashta ende s'kam ri ose se ka qatë qasje, qatë komunikim, qatë njohuri, pra thjesht me bo sistem. Edhe krejt këto konvertohen në një tarif që na i thojmë sa i shtojmë vlerë biznesit. Se nëse si kontabilist e këshillon biznesin që hej, e përmende pak ma herët, mos shko te banka, po hajde të organizohem edhe të mbledhin llogaritë argëtueshme. Ti ati ja ki kursy një kasto të kapitalit shumë të madhe që konvertohet në vlerë. Nëse i ndihmon qysh me bo një sistem më të mirë të inkasimit të argëtueshmeve, dhe me thonë që me dërgu vrejtjen e parë, vrejtjen e dytë, me mirësjellje, me marrje të avansit një shumë, për shembull në kompani keme për çdo projekt që fillojmë me 50% avans. Kjo neve na siguron që kemi me pas vjushmëri. Edhe që klienti është serioz në digitalizim, në kërkesat e veta. Pra na ka ndodhur edhe me na largu klienti pse jemi shumë shtrajt. Na ka ndodhur. Mirë po, ajo pse jemi shumë shtrajt ka qenë mënyra që klienti e ka perceptu vlerën që ti ja shton, se për neve për shembull si kontabilist është shumë e ansi me pas edhe aspektin e konfidencialitetit edhe të sigurisë kryesore të etikës edhe profesionale. Sakt, e tash na teknologjitë që i implementojmë, për shembull ato janë të sigurta, ku dhonat enkriptohen, nuk mundet dikush me i lexu, nuk është me Viber, nuk është me WhatsApp, nuk është me forma që edhe në kohën sot me teknologjisë munden me u ataku edhe me dalë si informata. Kështu që unë kisha me thonë me përmbledh këtë temë, kontabilistat sot janë para një dinamike shumë të madhe, qoftë me kërkesat profesionale të edukimit në standarde, në risit legislative tatimore, por po aq duhet investojnë vete me mësu teknologjitë e fundit, me të vetmin qëllim që biznesi me qeni informum për me bo një vendimarrje. Po këto bizneset, pse e dojnë për shkak me kursy? Pse se blejnë për shembull, hajde po dalim pak të softverët, pse se marrin një softver? Se ja shohim vlerën. Pse nuk ja shohim vlerën? Sepse kush duhet mi tregu atyne përveç na që po shfrytëzojmë këtë emision, këtë podcast, me tregu që është shumë e rëndësishme me pas një sistem, sepse është sikur me dal në mal pa një hartë, ose pa një GPS, ose pa një busull. Është pak a shumë jetu ecë, mund është me dal në qytet, poshtë e ujit, me njeh rrjedhën e ujit, po dhe mund është me hup dhe mos me gjetë kërkush. Po edhe mund është me mri në destinacion, po shumë vonë. Derisa fix, edhe kjo kanë shku e janë të pi kafe në destinacion dhe janë të pushu. Elvir, pse s'investojnë ose pse investojnë, në prapë isha kthyte që ajo që varet biznesi që çdo më organizu dhe çfarë mendësie ka menaxhmenti i biznesit. Ende kemi në shumicë biznese familjare që është shumë e mirë për vendin tonë, kur gjë të keqe nuk ka. Po bizneset familjare në thelbe kanë kryesisht mirëbesimin. E kam dikon teme në që aty edhe mira puna. Po, kjo se përjashton? Me hek ato tundin, nëse Po tash i beson... Po s'ka të bëjmë i besu, se unë edhe vetë muj me punu, prapë kam nevoj mi qitë sanet në program, në sistem. Po tash... S'ka të bëjmë me besim, ka të bëjmë me ditë, me pas informat për me marrë një vendim. Po, është shumë ma e gjonë. Da me thonë, në gjdo implementim... Sot verën vesh me në zonë ato mësot të dvjedh, a më kuptan? Po, për kuptaj. Po, jo, ajo është njëndër. Po, është për shambull që edhe biznesi, që ti jetu bo punë të mirë këto, jë mënu edhe me vite, biznesi nuk ka një hori të kuptuarit pasqyrave financiare. Më vjen këtë që po thëmë, në shumicën e rasteve, dhe këtu po folim jo për korporatat më dha, po folim për shumicën e bizneseve që janë pak më të vogla, pronarët e bizneseve në shkruajnë pasqyra të mendu që është një obligim ligjor dhe u kry mi dorëzu pasqyrat, po nuk ulen me interpretu numrat. Tash kjo vjen prej shumë faktorëve. Ne që
ka edhe informalitet në shumicën e rasteve. 2 që nuk janë të edukun me bo analizë financiare, me bo plan. Shqyr që është ka ndronë që kjo gradualisht, po edhe e treta, nuk e shojnë investimin në trajnime, në software, në digitalizim, si investim. Kisha me thonë si një për investimeve më të rëndësishme, po e shojnë si kosto. Se unë për çdo ditë në ndeshem me këta që po më kushton shtrajt. Por kur ja përkthejmë në kohë, kur ja përkthejmë në përparësitë që i ka, kur ja përkthejmë që është një e vërtet nëse të gjithë palët e involvume, Elvira si kontabiliste, pronari i biznesit, ai zyrtari atje që bën shitje, depoja që i ka stoqet, kur kretja në një platformë, biznesi e ka një të vërtet. Një të vërtet. Edhe është shumë lehtë mu fokusu me marrë takime, me marrë vendime, edhe të sakta edhe në kohë. Edhe sakta edhe në kohë. E tash kjo nuk bëhet pa investim. Edhe sakta edhe në kohë. Kjo nuk bëhet pa investim, po da me thonë, ardhja e ndërmarrësve të ri është ka, po më duket, si pas meje që unë jam të e po, me bazën e klientave që punoj, është të e bo që të ndryshim, sepse ndërmarrësit e ri dojnë gjithë shka digitale, dojnë gjithë shka on the go, da me thonë, me pas informatën aty për aty dhe nuk e kontestojnë. A kina i rast kështu që po të kujtohet për përvojës tonde, që pikrisht mos pasja e informatave në kohë dhe të sakta i ka sjell këtë një realitet tjetër. Ka menu diçka tjetër për në realitet kur i ka qitë senet në sistem që po të kujtohet për përvojës tonde. Ka qatë shumë Elvir. Që mundet po kom pak ma dhe ma funny. Funny. Mos ta bojmë. Funny. Serioze, se tema serioze, po pak ta bojmë ma. Funny zakonisht ka shumë raste që kanë bajnë me stoqe, edhe me artikujt, me thonë kjo është tash humor që në anën tjetër edhe të vjen keq, po humorizi, po shumë më kujtohet një rast që na ka pasur me Ajvar. Okej. Ajvar i skadum, edhe vjen shleperi me Ajvar tjetër, po tash ai ke prodhusa ke jo importus. Edhe Ajvari skadum përpara, një sasi shumë e madhe Ajvarit pas skadum mrapa. Edhe me qëtë klient, ka qenë me të vërtet një rast që shpesh e përmenim, me qëtë klient na kur kemi folë për me implementu, falë me implementu mundësin e përsjedhjes së stokut edhe me datë skadence, me lot, po biznesin atë kohë e vlerësoj që dënë me shty investimin është shumë, edhe shka ndodhë tash, na ishim edhe kontabilisti ati biznesi, vjen malli, edhe tu e palu malli në përrafta, e shohin që ky malli në depo është i skadum edhe e nxjerrin krejt jashtë. Edhe unë tha nuk mundi me largu këtë mall me asgjësu pa atyre administratën tatimore nëse doni me pas kosto. Për shkak procedurave. Edhe ai tha, jo bre tha, bën adin qysh tha, pishpërndojmë qëta, pjo japim punëtorve, tha edhe bojem, adin tha se s'ka kalu afat shumë, tha edhe kryet kjo punë edhe e lëshojmë rrugën. Edhe unë e pitham tash, adin shka, mas pari tash duhem i ndo këtë mall në një vend tjetër, me tira administratën tatimore, me konstatu, me proces, masa ne këshyrim që shkini mja bo, se s'moni veç ashtu me asgjasë. Për shkak të vëshës e procedura tjere. Edhe shka ndodhe Elvir, tash këta tu e bo qatë procese, ngun, dull që as 30% e qati malli që menojshin që me skadencë, nuk u koni skadum. Dëmdo, komplet 70%? Komplet 70% që u konë si malli më shefën atje në për rafta, dika në për, ka pas afat. Edhe gjithë e përmenin këto si një rast ku po ta zgjaston të biznesi që atë mall kish me hup shumë në vlerë financiare. Po mas pari edhe me thirë administratë, me ta gjë që jetë të thirë për një mall. Edhe ajo. Ajo mundet me tarë një zhjobë. Edhe ajo, po tash s'pohim edhe në aspekt ligjor, po është edhe koha. Se këtu na duhet me kalkulu edhe kohën për me artetën e informatë. Une e konkretizojsha këta me biznesin para me nda, deri sa të kisha arty importit, ti me pas, dhe me thonë informatën edhe me shqit qatë mall.
me lshu depon, me inkasu dëmjete, mos me marr overdraft apo kredi me pagu furnitore, me qarkullu me pare me tua. qarkullu. Kjo nuk ka të bëj veç me mjete financiare, po kjo ka të bëj edhe me kohë, me menaxhim, edhe me krejt. Me menaxhimi vjen kur i ke edhe me informatat. klient të kënaqur. Sepse sidomos kompani që kanë stoqe apo që janë produse. Dhe me thonë, kompanitë që kanë stoqe, që janë produse, që janë me distribuim, janë shumë të mbarun për menaxhimit stokut. E një menaxhimi stokut me lapse me letër Nuk bëhet, bëhet definitivisht. sasi orë, nuk bëhet Po. kostoja, nuk bëhet fitimi, nuk bëhet kur malli tjetër Mirë ka me këta që ardhur. sipas kam shia fatin, më janë qita fatin e ri. E tash, Shumë unë dashta veç me tregu Se ka dhe se ashtu. mos të flasim sa informata tjera janë operacionale jashtë kontabilitetit që ndihmojnë biznesin, cili agent po shet, cili lokacion është më i mirë, cili teren është më i mirë komun, ku dijon rajon, pe cilit fornitori kena çmimet më të mira, çfarë sasi ke ble, Me bo analiza me hyrë në analiza që po i përmeni stoqet, sepse bizneset kryesisht këtë punë nuk e lidhen me kontabilistin, po e lidhen me menaxhim operacional me ana. Po e tëra në sisteme moderne konvertohet në pasqyra, në kosto dhe në rezultat. Ai në fakt e bën qatë sistemin, tjertë, si me thonë, kontabilisti bën hekurudhat, e qatë lokomotivën edhe mandel lokomotiva ecë, kështu që edhe operacionet ecin kur është në vi, edhe kur janë krejt bashkë. E vërtet. Meli, ti e përmende një mundësi të humbur me rastin e shembullit që morëm me Ajvar, që nuk e ka shfrytzu një informat të tillë edhe ka kërku me bo import. Po, çfarë mundësi të tjera një biznes mundet me hub kur nuk i ka informatat të sistemuara dhe në kohë? Shumë Elvir, shumë. Tu janë nis prej asaj që biznesi mundet me shku me boa kërkes për kredi, tu mos i inkasu llogarita Borxhet e veta. borxhet e veta. Paret e veta. Biznesi mundet shumë lehtë me hub një furnitor, tu mos i nejt gati afatit pagesës. Edhe tash sistemet më të thjeshta moderne ta përkujtojnë afatin e fundit për pagesë. Në anën tjetër, biznesi mundet me hub mundësi të blerjes së një malli i cili është me një çmim shumë të favorshëm në treg apo të futjes një produkti të ri, tu mos e ditë sa stoqe, sa qarkullim, sa kosto, sa fitim ka pas për një produkti. Biznesi mundet me hub shumë nëse nuk e din sa e ka hapësirën për me investu me bo investime të reja, sepse për me ditë sa ki kapital, sa ki fitim, sa ki para në dispozicion të cilat mundesh me i reinvestu në biznes apo në një iniciativ tjetër të re, duhet me e pas informaten. Mundesh me hup një investitor potencial të huj, një grant, një aplikim për grant, shumë mundësi të tjera. Sidomos këto nëse do më zgjeru, do më thonë tregjet e jashtme, ajo tash veç është ma komplekse. Nëse dënë mu hap në tregjet e pa jashtme. i pas informatat në sistem, as mos me jam sy. Jo veç informatat, po atëherë duhet edhe profesionist më angazhu, që ato informata me qenë të kuptushme dhe të validume me një farforme, me qenë të sakta. Melit, çfarë raporte duhet me lyp bizneset prej një kontabilisti? Pra, çka mundet ma shumë me dhoni kontabilist me ndihmu bizneset përveç se me kry punën me AutoCAD? Kontabilisti duhet me sugjeru biznesen që me punu në një software të njëjtë. Edhe shumicën e raporteve biznesi pastaj i merr aty vetë. Kur është programi, e vërtet. Po nuk besoj që ka biznes pa program, veç duhet me bashkëpunu. Me bashkëpunu që me përdor të njëjtën platformë. Ka biznese pa program? Halo ka. Halo Po. ka biznese që i majnë fletore, shënimet. Borxhet i kanë në fletore. Ato janë veç për shkak të edhe të informalitetit, ma shta mendoj. E se adem dojnë me i majt jashtë. Po në përgjithësi e kanë një diçka që I ka ai kontabilisti, veç ato që i deklaron, normalisht. Po. Pa janë faktikisht nuk është e vërteta e biznesit. E tash, kur jemi të e vërteta edhe të Na po raportet, flasim për të vërtetën e Po. biznesit. të paktën
të paktën biznesi duhet me ditë pasqyrën e të ordrave që tregon tyra shpenzime. Duhet me ditë bilancin e gjendjes që tregon për pasuritë, detyrimet, kapitalin, të paktën. Rrjedhën e paras që është Fiks. ma e Që ka dallim, rëndësishmja, rrjedha ma e paras rëndësishmja. edhe pasqyra e të ordhrave. Tepër Në shumë. mësu pas pare me bu dallimin, se jo çdo pare që e ki. Tepër është e shumë. jotja. Gjendje në stokut, të arktushmet, të pagushmet. Për mu janë qëto Borxhet. minimumi i minimumit. Çka i ki ti dhe çka të kanë borxhe ty. Po, kusht ka borxh, kujt i ki borxh, sa pare i ki, sa fitime ki. E kur i ki krejt keq këto informata. E, ki atëherë janë kohë, nis- e ki reale, edhe do me marrë një vendim. Çka më thon për Në punën e shumicën e rasteve këto s'mjaftojnë. intuitës? Se ai biznes që i ka qëto informata, ai sigurisht kërkon edhe shumë raporte tjera, Elvir. Sepse analizat edhe marrja e informatave shkon edhe për te i E kësaj. vërtet. Këto janë shumë statike. E vërtet. Informata statike. E vërtet. Intuita. Po Nëse- intuita, Nëse më pyet personalisht, e vërtet. Po me pas, po krejt këta që i kanë pra që shtash merën fletore, thonë që na me intuiti marrim. A menon që dyja duhet më konë, që i nëse prapë se janë prapë dyjat- intuitën duhet me pas prezente, edhe me i pas gjonat. në kontabilitet nuk ka fjalë, ka fakte. Në kontabilitet, krejt që ka na bojmë është me e dëshmu që ka ndodhë një transakcion. Pra këtu s'ka intuit, në kontabilitet financiar, tek pasqyra Na që veç Zotit i besojmë, ke tjera duhet mi dëshmu, mi faktu. Intuita nashta me thonë kish me ardhë kur bojmë plane, kur bojmë Vërtet. kontabilitet menaxherial apo kur bojmë në planifikim. Vendimarje. Edhe vendimarje. Da me thonë, na njëherë duhet mi pas informatën, për çka edhe kem të folë, informata me qenë e sakt, edhe informata me qenë në kohë. E vërtet. Kur ti kemi këto, edhe pak intuit nuk i bën A di keq. qysh, kur si ki qëto informata të sakta, gjithmonë e ki atë zërin e intuitës, zërin e shpirtit, zërin edhe mendjen. Edhe normalisht që ti e qëtëson mendjen kuptimin që i ki informatat prezente, e qëtëson këtë çështjen e mendjes edhe din ma mirë me lexu zonin në tonë të brendshëm. Kështu që nuk e përjashton njëna tjetrën, po e plotësojnë njëna tjetrën. Pajtona, sepse intuita që ti me marë nëse dyshysh intuita thot me bo një veprim që ti me marë në rrezik më të madh. E vërtet. Edhe rreziqet më të mëdha. Edhe kur e bojnë letrat edhe janë numrat ndryshe, të tojnë po. ndryshe, krejt. sepse numrat nuk jetojnë krejt. Tash numrat janë numra, po për që ato i kanë shpalosje, për me japë informata pak ma shumë, po kanë edhe shpalosjet duhet me shku pak për tej. E kur këto dyja kombinohen edhe intuitën po e tham në kuptimin që Ajo s'mundet më vendimarrësit zaventu. besojnë në vete, Prej asnjë sot e vlerë. vërtet. Besojnë në vete dhe i besojnë asaj intuitës vetë dhe marrin rreziqe, atëherë kjo vjen edhe me përvojë, po e vërtet. Atëherë normalisht që përkthehet në një biznes shumë suksesshëm. Melit, shumë faleminderit, kemi bu një muhabet shumë të mirë. Unë jam shumë e sigurt që ka me ndihmu edhe tjerve me aqel një diapazon, edhe pse jo, me fillu që ta shokur, me e bu një sistematizim të sakt të biznesit vetë. Elvir, faleminderit për ftesën. Me të vërtet kënaqësi me bashkë bisedu për këtë temë kaq të rëndësishme, po me përmbledh, dhe me thonë, profesionisti dhe teknologjia kur bëhem të dyja bashkë, edhe intuitën që e përmenë në fund, Mrekullit s'ka ka me ndodhen. dalë, mrekullit ndodhen. Faleminderit shumë edhe njerë, faleminderit edhe juve që na ndëgjuat dhe shihemi në episodin e radhës.